Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka reaguar në rrjetet sociale për t'u shpjeguar akuzat që janë ngritur nga prokuria dhe gjykata e posaçme lidhur me një mesazh që ai i kishte dërguar një oficeri të Byros Kombëtare të Hetimit, Samet Gurgurit, të cilët prokurori e ka interpretuar si një kanosje. Veliaj shpjegon se mesazhi i dërguar ishte një reagim ndaj shqetësimit që kishte krijuar një person me emrin Samet Gurguri, i cili kishte kontaktuar bashkëshortin e tij duke ftuar atë të kthehej në SPAK për një çështje të mëparshme. Në datën 28 dhjetor më merr bashkëshortja e shqetësuar se një farë Samet Gurguri, emër i panjohur me numër të panjohur, e kishte ftuar të kthehej edhe një herë në SPAK, ku kishte qenë më parë për 9:30 minuta. I rash telefonit të numrit anonim për të kuptuar se cili nënpunës i shtetit komunikon me WhatsApp të shtunën në sabah me një grua nënt në prag të vitit të ri, numri nuk u përgjigj, duke qenë se u bë e përsëritur që sapo largohesha jashtë vendit, Olsi sulej familjes sime, i shkruaj me SMS këtij Sametit, është ditë e shtunë, edhe Perëndia pushoi të shtunën dhe i kujtoi se është turp. Kjo përndjekje e përsëritur e si me shoqeje, sapo unë largohem nga vendi e i them thuaj Ols Dados, boll e molestove gruan time. Kryebashkiaku shtoi se Gurguri kishte reaguar si intimiduar dhe kishte kërkuar që të shtoheshin akuzat ndaj tij për të justifikuar një burgim të mundshëm. Ky reagim ka nxitur debate mbi interpretimin ligjor të mesazheve dhe mbi rolin e institucioneve të drejtësisë në trajtimin e këtyre çështjeve.